Sekreti i jetëgjatësisë, ja çfarë ka zbuluar studimi 15 vjeçar. Receta e jetëgjatësisë përfshin 15 minuta stërvitje në ditë, shpenzimi 2 orëve duke u marrë me gjëra që të pëlqejnë më shumë dhe shijimi 2 gotave verë. Këtë sugjeron ekspertja Claudia Kavas nga Universiteti i Kalifornisë, e cila ka kaluar më shumë se 15 vite duke studiuar njerëzit mbi 90 vjeç. Ajo rekomandon gjithashtu që të mbani peshë të shëndetshme dhe të pini 2 filxhan kafe në ditë nëse nuk vuani nga problemet. Ekspertja sugjeron të dilni nga shtëpia dhe të flisni edhe me të panjohurit, në vend që të rini duke plotësuar fjalë kryqe ose duke luajtur lojra. Njerëzit duhet të përpiqen të përfshinë sa më shumë gjëra gjatë gjithë ditës dhe t'u japin shansin vetes që të jetojë sa më gjatë, deklaroi ajo gjatë një konference të mbajtur në Austin të Teksasit. Ajo dhe ekipi i saj e nisi studimin 90+ në vitin 2003 dhe duke gjetur arsyet pse njerëzit jetojnë mbi 90 vjeç ndërsa të tjerët jo.